Kur kalon momentin tënd më të keqe vetme, diçka brenda teje ndryshon përgjithmonë. Mëson se njerëzit vijnë e ikin, mëson se premtimet thyhen, se ndihma rallëherë vjen kur vërtet e ke me shumë nevojë. Dhe kur më në fund del nga i ferr, kupton se nuk të intereson më kush qëndron apo kush largohet, sepse ke zbuluar se i vetmi njeri që do t'jetë pranë teje në çdo betejë, në çdo errësirë, në çdo rënje, je ti. Të përballesh me dhimbjen pa askënd në krah, të bën më të fortë, të bën të pandalshme. Pushon se kërkuari vëmendje. Pushon se kërkuari pranimin e të tjerëve. Dhe fillon të përqendrohesh tek ajo që ka vërtet rëndësi. Vetja jote, forca jote, rritja jote. Kush e meriton vendin në jetën tënde, do të vi pa pasur nevojë t'i lutesh. Kush nuk e meriton, do t'ik. Dhe kur gjithçka mbaron, del me diçka që askush s'mund të ta marrë kur, një mendësi e pathyeshme.